për një të ardhme. Njeriu është qenie gazmore, por edhe shqetësuar, nga se për herë shqetësohet për të ardhmen e vet, se çfarë dëshiron të jetë, por edhe për atë se çfarë nuk dëshiron të jetë. Prandaj dhe e ardhmja jonë jeton tani në të tashmen, nëpërmjet dëshirës. Më lejoni që në këto ditë të Ramazanit të shpreh disa këshilla rreth asaj se si dëshirat tona t'i kthejmë në qëllime, qëllimet në veprime dhe veprimet në rezultate. Ardhmëria jonë varet shumë nga baza e dëshirës që kemi tani. Dëshira jonë më në flak është shtytsja për një të ardhmë më të mirë. Prandaj është më rëndësi që të rikthehemi vetes dhe të shohim në vetvete dëshirat tona më të përflakta. Një dëshirë në vetvete nuk nënkupton diçka shumë, mirë po shtytsi kryesor rreth realizimit të qëllimit. Prandaj dhe preokupimi jonë mbetet se si dëshirën ta kthejmë në qëllim. Për ta futur dëshirën në tokën pjellore të qëllimit, ne duhet të marrim disa hapa. Hapi i parë është të rëndisim dëshirat tona, nga ajo më e flakta, nga ajo më e rëndësishme, duke quar pastaj edhe nga të tjerat. Hapi i parë që duhet të ndërmarrim për të futur dëshirën në potencialin e qëllimit, në mënyrë që të fitohet një organizim i brendshëm për qitur rezultatin, duhet të marrim renditjen e dëshirave tona. Nga ajo më e flakta, nga ajo më e forta në vetvete, deri te ato më pak të fuqishme. Ne e nesërmja jonë varet krejtësisht prej dëshirës sonë më të flakë të sotshme, prej prirjeve tona që sot i ndjejmë natyrshëm, talentet tona. Andaj dhe i dërgumi Zotit alayhi salam thonte kullun muyassarun lima khuliqa lah. Secili individ i lehtësohet ajo për cilën gjen prirjet natyrshme për to, më tepër se sa punët tjera. Këtu duhet të tregoj edhe pse është e natyrshme dhe pse është e rëndësishme që dëshirat i kthejmë në qëllime, sepse vetë Zoti në Kur'an thot: "Laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahli al-kitab, men ya'mal su'an yujza bih." Nuk është çështje vetëm e dëshirave, qoftë për ju ose të udhëtarët e librit para jush. Rregulli dhe ligji shoqëror që ka vënë Zoti thotë se çdo e keqe ndjell ndëshkimin dhe nuk ka kush që të mbron ose të ndihmon nga kjo. Kurse çdo e mirë që bëhet nga një besimtar ose besimtare, qoftë mashkull apo femër, e mira e tij ndjell shpërblimin dhe Zoti xhallashanuhu secilin e shpërblen edhe me të ardhmen më absolute, që është e përhershmja e xhenetit, dhe për këtë siguron Kur'ani se s'ka për t'ju bërë askujt padrejtësi. Pika e dytë që duhet të bëjmë ne në kthimin e dëshirave tona në qëllime është edhe të nisemi nga e tashmja. Si mund të bëjmë nisjen nga e tashmja? Duke parë mundësitë tona në të tashmen, t'i shfrytëzojmë mundësitë, dhe e dyta duke parë nevojat tona momentale në mënyrë që të nisemi nga nevojat për të bërë problem zgjedhës. Pikë tretë, mund të përmendim gjithashtu edhe të ndajmë dëshirat tona më të flakta, të cilat duhet t'i bëjmë qëllime, me ata që ju besojmë, me ata që na motivojnë, nga se gjasat rriten sa më shumë që e ndajmë qëllimin tonë me të tjerët. Dhe për fund, ajo që rekomandohet nga feja është që në kërkim hajri. Është një lutje që quhet lutja e istihanës apo lutja e kërkim hajrit, dhe përmes saj njeriu i drejtohet Zotit, që momentet universale dhe njeriu kur dëshiron të ndërmerr një gjë të tillë, të jetë momentumi i duhur. Prandaj edhe kërkim hajri është një lutje që i drejtohet Zotit kur dëshira e njeriu arrin të jetë potenciali më i mundshëm i tij.
qëllimet kanë rëndësinë e veçantë. Ato janë buraku i mirazhit tonë për të Zoti. Ka shumë gjëra që i dëshirojmë, i kthejmë në qëllime, por mundësitë tona jetësore nuk na japin rastin që t'i realizojmë. Mirë po s'mund të bësh s'paku mbaj qëllime të mbara. I dërguari i Zotit alayhi salatu wassalam thonte innamal a'malu binniyya, vërtet edhe veprat madje vlerësohen në bazë të qëllimeve. Por ajo që i paraprin çdo vepre është qëllimi i mirë. Për të kthyer qëllimet tona në diçka të realizueshme, është më rëndësishme të marrim parasysh 3 plan veprime që njihen ndërkombëtarisht. Njëri prej tyre është edhe planifikimi nëse atëherë i bjen që mundësitë tona tashme dhe mundësitë që na ofron në të ardhmen, ne duhet të dimë çfarë humbim nëse marrim të rinë dhe çfarë fitojmë nëse shfrytëzojmë mundësinë që na jepet. Ndërkohë që kemi edhe një planifikim të tjetër, e që është planifikimi i kontrastit mendor. Njeriu duhet të mendojë se çfarë ka tash dhe çfarë duhet të ketë pas 4, 5 apo 10 viteve. Planifikimi i tretë është edhe planifikimi i 4 faktorësh që ndërmerr në vete edhe dëshirën, edhe rezultatin, edhe pengesat, por edhe planin. Që gjitha këto njeriu në bën më të vëmendshëm. Është dëshira ajo që e bën qëllimin, dhe qëllimi është ai i cili e kthen tërë organizmin në një potencial për të kthyer në jetë çdo veprim tonin. Prandaj edhe e rëndësisë së veçantë është të përmendim se el ilmu yahtifu bil amal fa in istajabahu aw irtahal. Vërtet dia që merr njeriu, qëllimet që ndërmerr në jetë e thrasin veprimin. Nëse i përgjigjet, korret, e nëse nuk i përgjigjet, atëherë potenciali që krijon qëllimi mbetet i pashfrytzuar. Edhe pse qëllimet tona janë mjaft të rëndësishme, megjithatë, rëndësia e tyre shtohet atëherë dhe për aq sa ato përputhen në veprimet tona. Mjafton pallje me njeriu që djalli, siç e shpjegon Kur'ani, ya'iduhum wa yumannihim, i mban me premtime dhe dëshira. E mbajtja e vetes me premtime dhe dëshira, pa i kthyer ato në qëllime dhe qëllimet pa i kthyer në veprime, nën kupton që ne s'kemi vepruar asgjë, se ardhmja jonë nesër varet nga veprimi jonë i sotshëm. Prandaj qysh sot, jo nesër, duhet të fillojmë të ndrojmë zakonin. Jemi në ditë të mbara të Ramazanit dhe zakonet pasive duhet të hiqen. Zakonet aktive të mbara që janë rezultative duhet të kthehen në veprim. Prandaj edhe e thotë i dërguari i Zotit alayhi salatu wassalam, ka rubbe saimin. Sa agjërues ka që nuk fitojnë nga agjërimi i tyre tjetër pos mbetjen pa ujë dhe pa ushqim. Dhe sa fales natën ka që mbeten vetëm pa gjumë dhe me lodhje. Arsyeja kryesore është sepse qëllimi nga agjërimi është të kthehet përkushtimi për punë, se dhe ajo që marrim nga ushqimi është çështja e potencialit, fuqisë për të marrë veprime, për të qenë më aktiv në jetë dhe për të kthyer gjithë ato që kemi ndruar dhe kemi kthyer në qëllime në veprime të realizueshme. Për fund, lutë Zotin që këto ditë të mbara të Ramazanit i gëzojmë me punë të mira, që të bëhemi të denjë për drejtësi, për mirësi dhe për ndarje me të afërmit, qofshin në fëqin apo miqësi apo shoqëri. Mbetshit më të mira, e gëzofshit për herë madhëninë e Ramazanit.